Një 25 vjeçare nga Kosova ka mbetur e plagosur në një aksident trafiku që ndodhi në orët e vona e të shtunës në rrugën L406 në zonën Flatendorfit në Austri, shkruan mediat austriake. Ajo ishte duke udhëtuar me veturën e saj në drejtim të Schlimbashut, ku rreth orës 23:05 në kilometrin 20.1 ndodhi një përplasje ballore me një automjet që vinte nga drejtimi i kundërt. Vetura tjetër drejtuar nga një 27 vjeçar austriak. Si pasojë e përplasjes, të dy shoferët pësuan lëndimet e rënda. 25 vjeçare nga Kosova u transportuar në spitalin rajonal në Obervartit për trajtim mjekësor. Shoferi austriak mbeti I bllokuar në automjet dhe u nxorr nga ekipet e emergjencës. Ai fillimisht u dërguar në spital rajonal, ndërsa më pas u transportua me helikopter në spitalin rajonal të Gracit. Gjendja e tij raportohet kritike. Sipas autoriteteve, testi I alkoolit ndaj 25 vjeçares nga Kosova ka rezultuar negativ. Ndërkohë 27 vjeçari austriak është gjetur në gjendje të rëndë të dehur dhe po drejtonte automjetin pa patent të vlefshëm. Rruga L406 u mbyll për rreth një orë gjysmë për shkak të hetimeve dhe largimit të automjeteve.